Pas lajmeve se nga Greqia janë futur në teritorin shqiptar lule shtrydhe me pesticide, tashmë është pala greke e cila i ka bërë blokad prodhimit të lule shtrydhe shqiptare për në teritorin grek. Lidhur me këtë fakt, prodhuesit e lule shtrydhes në Frakull të Firit janë ngritur në një protest mes ditën e sotme. Duke hedhur arkat me lule shtrydhe në tokë, zgjodhën të protestojnë fermerët e fshatit Frakull në Fier. Shkak i protestës së tyre është bllokimi i shitjes së lule shtrydhes në tregun e jashtëm për shkak të dyshimeve për përdorimin e pesticideve të ndaluara. Ja, që është lule shtrydhe. Prodhuesit e lule shtrydhes në Fier shprehen se shteti i ka lënë në mëshirë të fatit duke mos ndërhyrë për zhbllokimin e tregut me Greqinë. Po 10 co fatura në shpion, pa çmim. Ne jemi në mëshirë të fatit. Shteti nuk mendon për neve, nuk duan të dim fare. Vinë vetëm për votimet, kërkojnë vota pa pikën e turpit. Mirë nëse ikim, po keq brezëri që po vazhdon që do të lëmë, Kemi tërë vitin që punojmë për këtë ditë sot, se lule shtrydhja muaj prill ka ca që ka volumi. Lule shtrydhja si fillimisht u shit me 2000 lek kilja, kurse sot nuk flitet, domethënë për kile. Asnjë lloj gjëri, domethënë. Shkojmë parcel. Ata thonë se aktualisht janë me 10 ton lule shtrydhe që rrezikon të kalbet për shkak të mungesës së tregut, ndërsa sipas fermerëve prodhimet e tyre janë të certifikuara dhe pa përmbajtje pesticidesh të rrezikshme. Kërkojmë ndihmë nga shteti sa më shpejt, të vijë të marrë kampionin nëpër tokat të lule shtrydhja. Lule shtrydhja e jon këtu në këtë zonë mban rekord, po shteti jon pranon të marrë nga jashtë. Ata thonë janë me pesticide, me të vinë ta shikojnë ku janë pesticidet. A ka ardhur ndonjë kontroll nga shteti apo nga akuja për të parë? Kontrollet kanë ardhur, i kanë bërë kontrollet. Po nuk ka pesticide. Ata kërkojnë nga qeveria sigurimin e tregut pasi kanë fatura për të shlyer. Me një kasera që ka mund do të shkojmë atje tek serrat. Të shikojmë se sa është e pavil dhe në çfarë fazë është ajo. Dhe sa është e kalbur atje në tokë. Unë ato që jam atje s'kam asnjë lloj investimi nga shteti tek ato. Na qeveria duam të shitet malli ore. Ta pikave të marrin mallin, ta marrin pak 1 lek, po ta bim po japin 1 lek. Në fshatrat e Fierit janë më shumë se 250 hektar sera me lule shtrydhe me prodhim mbi 1000 ton, që këtë vit po përballet me kolaps tregu.